heq Kushtetuta e Republikës Kosovës, pasi që Kushtetuta e Republikës Kosovës e thot qartë me vendimet e gjykatës që tentimin e parë e ka partia e parë, kështu që ata po thonë që i kemi numrat, le të dalin, le të thonë që nuk i kemi numrat për me zgjedhje dhe kryetarin e kuvendit, pastaj shkon te ai tjetri që është i gatshëm me i siguru numrat. Po përderisa nuk jemi ne në atë pikë, nuk mund të flasim për atë pikë, pasi që aktualisht jemi në këtë gjendje. Aktualisht i takon lëvizje vendosje me propozu edhe kryetarin e kuvendit dhe me i bë numrat për qeveri. Përderisa jemi në këtë momentum politik, atëherë i takon lëvizje vendosje dhe zhbllokimi i kuvendit edhe krijimi tentimi për me kriju, për me bë qeverinë. Pra nëse lirohet rrugë, nuk ka kështu interesim të Lidhjes Demokratike për ta bërë qeverinë? Është, pra po e tham, për të bërë përpjekje të fakt? Pra po e tham, ne kemi qëndrimin e qartë, Lidhja Demokratike e Kosovës hyn në qeveri vetëm nëse Lumir Abdigjiku është kryeministri i Republikës së Kosovës, po pra po e them që nuk jemi aty, përderisa nuk kemi mritë hapi i dytë, hapi i tretë, nuk mujmë me diskutu për atë pjesë, pasi që fillimisht duhet me u konstituu kuvendi, me provu lëvizja vendosje, pastaj vijnë hapa të tjerë. Aktualisht jemi në shkronjën A, pastaj shkojmë në shkronja të tjera. A është me të vërtet emri i Albulina Agjeut ajo që po shkakton bllokim në kuvend, apo është thjesht një pretekst i partive për të mos votuar, për të mos finalizuar procesin e konstituimit të kuvendit? Lidhja Demokratike e Kosovës e ka thonë qartë që nuk e voton asnjë kandidat, asnjë propozim të lëvizjes vetëvendosje. Mirë po, unë mendoj që personalisht që Albulina absolutisht që është njëna prej atyne që në asnjë mënyrë nuk duhet të votojë për kryetarin e kuvendit. Për shkak të veprimeve të soja që i ka bërë gjatë 4 viteve, Sokaçan është fillimisht të shkelëse e Kushtetutës. Këta vetë kanë thonë që ai që e shkel ligjin është kriminal, ai që e shkel Kushtetutën është super kriminal, kështu që një ministër i drejtësisë e cila e shkel Kushtetutën, aktin më të lartë juridik politik të vendit, çish mundet me udhëheq me institucione e kuvendit të Kosovës. Pra, nuk qëndron veç te Agjeu, kështu. E kush do duhet ishte kryeparlamentari ose kryeparlamentari ardhshme? Jo, nuk jam këtu për me... A do të mund të ishte dikush nga Lidhja Demokratike? Jo, absolutisht jo, nuk jam këtu për me caktu kryetarin e kuvendit, unë e kam ofru... Por nëse LDK refuzon kategorikisht do propozim të vetëvendosjes, këtë do ta votonte? Unë e kam ofru propozimin tim për Agim Batiri, në Agim Batiri u prek që e kom propozu atë... Nuk e mori edhe çmirë, më duket. Nuk e mori edhe çmirë propozimin tim, këtë që nuk propozoj. Nuk po propozoni më, se ndoshta do t'u asjellin edhe të tjerë ndonjë dhuratë për atë arsye guri? Jo, absolutisht jo. Kush duhet jetë kryeparlamentari, është përmendur shumë Limaj, për shkak të një marrëveshje nisma vetëvendosje. Jeni shumë i shkurt, po hezitoni kështu të flisni. Po jam i shkurt, po kjo është përgjegjësi e cila i takon të partë. Unë më fol për Lidhjen Demokratike të Kosovës, por nuk më fol në emër të lëvizjes vetëvendosje. Kështu që kjo është përgjegjësi që i takon partisë së parë propozimi, i takon partisë së parë zhbllokimi, i takon partisë së parë negocimi, kështu që këtu Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka ndonjë rol për cilin na mujna me diskutu sa i përket kryetarit të kuvendit. Ne kemi qëndrimin e qartë që Lidhja Demokratike e Kosovës nuk e voton asnjë kandidat të propozuar nga lëvizja vetëvendosje. Ti bëhesh sheni kështu. Ata duhet për me u votu kryetari i kuvendit, me pas 61 vota, le të bisedojnë me partitë të tjera. Ne kemi të njëjtin rast kur njëna prej partive të tjera nuk i ka pas votat për kryetarin e kuvendit, edhe Albin Kurti dalë edhe thot del mato, ndrojeni kandidatin, nëse ti nuk më shëmar vota, qëteni dikon tjetër, kështu le t'i provojnë variacionet të cilat vetë i kanë propozuar në të kaluamën. Ju po dëshironi të qëndroni opozit, apo jo? Me aq sa po kuptojmë. Elektorati i Kosovës ka dashur na me qëndru në opozit. Ata na kanë votu neve që si partia e tretë. Ne jemi domethënë partia e tretë në Kosovë. Kështu që ne kemi të qartë qëndrimet tona. Ne në qeveri hym vetëm atëherë kur Lumir Abdigjiku është kryeministër. Përderisa jemi në situatë të tillë, ne qëndrojmë në opozit. Se kështu tjetë një mungesë pra është e çuditshme për shumë prej qytetarëve, LDK-ja e cila zakonisht nuk është që zakonisht ka qenë ajo institucionalistja që përmendim gjithmonë edhe është ajo që shblokon situatën ngërçin. Institucionaliste është një parti e cila e vlerëson edhe e respekton rezultatin zgjedhor që e kemi marrë me ndonë shkurt. E si e keni parë kryeministrin të tyre Kurti, duket e pash një paralajmërim për padi nga kryetari i LDK-s Abdigjiku, a është bërë ajo padi apo si shkon tutje? Po është në proces e sipër, është në hartem e sipër, besoj që është çështje ditësh
kur edhe dorëzohet për arsye